Unë edhe herë dua të besoj që të gjithë deputetët, ata që janë aktual, ata që ishin dhe për mua mbeten pjesë e skuadrës tonë të 11 majit, por dhe të gjithë ata të tjerët të cilët banojnë në Bashkinë e Tiranës, pavarësisht se janë deputet në qargje tjera siç janë president Lisa këtu, do të mobilizohen që të përfshihen drejt për drejt duke marrë pjesën e tyre të përgjegjësisë mbi shpatulla sipas territoreve, sipas zonave, sipas njohjeve që kanë. Dhe sigurisht që duke mos pas asnjë dyshim për këtë, nuk kam po ashtu asnjë dyshim që patronazhistët mezi po presin që të hakmerren ndaj përqeshjeve të radhës me një reagim të duhur të radhës, i cili do të pasqyrohet në rezultatin e ditës së zgjedhjeve për Bashkinë e Tiranës, kur ato të mbahen sipas procedurave, se nuk kemi ne që vendosim ditën e zgjedhjeve, se pastaj për Matin, apo për Vlorën, apo për Beratin, apo për nuk e di akoma se çfarë ka tjetër, besoj që goditja e patronazhistëve të atjeshëm do jetë edhe më dëshpëruese se sa ajo e Tiranës, ku sidoqoftë. Prap se prap do të zhvillohet një garë, siç do zhvillohet kudo, sepse në fundit ne për këtë punë jemi këtu që të fitojmë çdo garë që na del përpara me qetësinë më të madhe dhe patjetër me bindjen se pavarësisht se ne jemi fitimtar pikërisht sepse vazhdojmë të zgjojmë më herët dhe të flem më vonë se sa humbësit.